Numri i divorceve është në rritje, nuk mund të them saktë nga cili vit ka filluar ky trend, po mund të them që në dekadën e fundit numri i divorceve ka progresuar në një rritje e cila është më e madhe se rritja që ka pasur në dekadën e mëparshme. Gjë që do të thotë, nëse kishim një numër divorces në dekadën e kaluar X divorce në vit, sot kemi X plus 10 divorce në vit. Dhe kjo X plus 10 divorce në vit në vetvete rritet në vlerë absolute çdo vit, gjë që do të thotë që në një vit kemi një numër caktuar divorces dhe në vitin pasardhës numri i divorceve është në rritje. Ky trend besoj që është një trend i cili ka filluar ndoshta pas demokracisë që ka ardhur në rritje, por vazhdon të rritet dhe krahasimisht vit pas viti është në rritje ky numër divorcesh.